Çdo lloj pasurie që është në treg dhe është për të shitur. Qoftë toka, qoftë komerciale, qoftë rezidenciale, pra apartamentet, çdo lloj prone që është çdo lloj tipologjie. Nuk është se ka të ndarë, jo vetëm apartamente apo banesa. Gjithë çdo tipologji prone ka aksesin për ta kryer këtë. Qartë. Metodat sigurisht i përmenden, por avantazhe a ka shumë në raportin vlerat sigurisht. Tani 7.500 euro me 2.500 euro janë vlera edhe avantajet janë sipas kategorive që janë përfituar. Pra përfitojnë më shumë, avantazh më shumë kanë këto që tha dhe kolegja, këto pasuri që janë blerë më herët, kur çmimi ka qenë më i ulët dhe sot tregu e ka diktuar që ai çmim të jetë më i lartë. Aty përbën diferencë çmimi, diferencë të madhe dhe pagesa është më e madhe. Ato janë përfituesit më tepër. Këto që janë prona bujqësore të përfituara nga ligji 7501, privatizimet, sepse ato kanë një vlerë, kanë një kosto, ato që janë përfituar kanë një kosto shumë të ulët, ato që janë përfituar nga këto trashëgimit që marr një pronë për shembull që e kemi përfituar nga efekti i një trashëgimie, ajo pronë ka koston zero, edhe po ta kesh përfituar 5 ditë para hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, ajo ka koston zero, sepse nuk e paguar për atë pronë. Pra, do ta çosh patjetër në vlerën e tregut, nëse do ta fusësh për transaksion për shit blerje. Gjithmonë bëhet fjalë për ato që do t'i nënshtrojë një transaksioni.